E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin. Tani do të ndalojmë pak të flasim për një moment shumë të bukur që ka ndodhur në familje në Kallaku. Fillimisht njëherë fotografitë e para, videot e para të japin të mendosh që kemi të bëjmë me një fejes të bukur. Kemi të bëjmë me një celebrim të një dashurie të re. Por jo. Familja Kallaku mbrëm ka festuar një përvjetor. Siç duket është përvjetori nënës së Besit, ku edhe logoja nga mbrapa në foto ishte komplet dedikuar dashurisë për të, respektit për të dhe vlerave për të. Normalisht në këtë fest kaq të bukur, vëmendje të veçantë do të merrte edhe gjyshja e Besit, tashmë e njohur shumë për publikun. Por në këtë fest, e bukura e kësaj feste, ishte një rrugtim i ri tashmë i krijuar në jetën e Bes Kallakut. Bes Kallaku preferoi që natën e mbrëmshme të bënd publike edhe lidhjen e tij të re të dashurisë. Do të thënë ta prezanton këtë lidhje te familja. Tek fotoja që pash, nëna e Besit dukeshte që kishte kaluar një kohë të rëndë emocionale që nga ndarja që Besi bëri me Xhensilën, dukeshte që familja e kishte përjetuar shumë keq këtë gjën, sepse nuk është e lehtë, do të thënë të ndërtosh një familje, të kesh edhe fëmijë dhe të del, ta themi në gjuhën popullore, nusja nga shtëpia, dhe gëzimi i mbrëmshëm ishte një gëzim i dyfisht. Nëna e Besit e pash me sa dashuri, në fakt, ja shikoni edhe ju nëpër fotografi, kishte pritur nusen e saj të re, do të thënë e trajtonte njësoj si të ishte e bija, me duart në fytyrë, me shumë emocion, me shumë dashuri, me shumë ngrohtësi shpirtërore, por edhe familja e Besit e kishte jetuar këtë moment. Besi këtë ndjesi e kishte ndarë në Instagramin e tij me të gjithë publikun dhe duket që tashmë ka gjetur dashurinë e jetës së tij. Me aq sa un kam arritur të kuptoj, do të thënë vajza në fjalë nuk është personazh publik, nuk ka të bëj fare me personazhin publik, do të thënë këtë herë Besi ka përzgjedhur që në jetën e tij të ketë një gocë e cila është e thjesht, nuk ka të bëjë me personazhe publike, nuk ka të bëjë me jetë publike, është një vajzë që është e natyrshme, është një vajzë që merret me jetën e saj private. Unë ju uroj të gjitha të mirat, uroj që dashuria e tyre të shkojë si kjo fest, të jetë një dashuri e mrekullueshme dhe uroj me shpirt që Besi të marrë më të bukurat e kësaj dashurie dhe në jetë të vinë frytat mrekullueshëm. Pash një lloj lumturie që në fakt nuk e shikoja te Besi më herët, shikoja vetëm dëshpërinë, por ja që Zoti në vitin 2026 në këtë familje risolli edhe një herë buzëqeshjen. Ju uroj të gjitha të mirat dhe shpresoj që jeta e tyre të jetë një mjaltë i vërtetë.